Mos i injoroni. Këto janë probleme shëndetësore që po ju shkakton pagjumësia. Mund të ketë një mori arsyesh pse nuk ju ze gjumi gjatë natës, arsye të cilat fillojnë që nga probleme shëndetësore deri te stresi i tepërt. Këto shkëputje të gjumit të natës i ndodhin gjithsecilit në periudha të caktuara të jetës dhe zakonisht nuk janë shqetësuese. Problemi fillon kur ju përjetoni pagjumësi në mënyrë të vazhdueshme dhe nuk e kuptoni çfarë po e shkakton atë. Mungesa e gjumit përtej lidhjes me lodhjen e tepërt dhe ngarkesën e trurit mund të bëhet shkak edhe për zhvillimin e një sër sëmundjesh. Këtu përmendim obezitetin, tensionin, sëmundjet e zemrës dhe diabetin. Faktorët që nxisin më shumë gjumin janë mosha. Sa më shumë të vjetër të jeni, aq më shumë probleme do të keni për të fjetur. Stili i jetesës. Një nga shkaqet më të zakonshme të pagjumësisë është gjithashtu edhe konsumi i ushqimeve pikante, alkoolin dhe kafeinën përpara gjumit. Edhe ilaçet të cilat po merrni mund të ndikojnë gjithashtu edhe në cilësinë e gjumit.